besimtari duhet të dinë o ndëruar se të cilët me të tjerët. Nuk po them se nga njëri dërguari sallallahu alaihi wasallam ndoshta edhe me dikën silli pak mirë dhe pak më të vrasht pak. Jo gjithmonë, por esenca ishte but. Se tregon ai moralin e tij. Nga njëri kur ndonjë shok i tij shkelte diçka, apo i dërguari sa ndoshta edhe përdorte në një shprehje qortuese me një ton më të ngritur për t'ia bërë atij një mesazh të qartë për shkirën që ka bërë, mos ta kupton se është thjesht. S'është thjesht, po. Mirë po, në përgjithësi me të tjerët ishte i matur. Kishte sjellje të posaçme. Prandaj shikoj për shembull, kur flet për një nga pejgamberët e mëhershëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai vetë ishte kështu. Tregon për një pejgamber që do thotë populli i tij e refuzoi, nuk e pranoi, e përgënjeshtroi, madje edhe gurzoi dhe për gjakun. Dhe duke fshirë gjakun nga bollet i tha Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tha o Zot falja popullit tim nga sa ata nuk e dinë. Po pikërisht edhe kështu ishte pejgamberi në Taif. Ai kështu ishte i përgjakur e tha o Zot falja nga sa nuk e dinë. Ibn Qayyim rahimullah kur e komenton këtë ngjarje këtë, thot se ky pejgamber, qoftë ai më hershëm, qoftë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shikoj do thotë se çfarë veprime madhore ka ndërmarrë në kohën kur i dilte gjaku. Më të dhimbjes. Po kjo është dhimbje, kjo është kohë kur ju shpërthen. Mund të thotë që nuk e ndin, nuk e beson, por situata është e tillë. Shikoj çfarë tha. Fillimisht u lut për ta për falje. Allahumma ighfir li qaum. Për falje. Pastaj i arsyetoi. Tha fe inhum la ya'lamun. Jo, nuk kanë faj se nuk din këta, po din nuk do të bënin kështu. Subhanallah. Shikoj çfarë shpirtit më këta. Tha nuk din këta, po din nuk do të bënin kështu. Apo? Po. Pastaj e treta do të thotë nga këto është se nuk u distancua për tine. Tha kaumi, populli jam, megjithë këtë unë mbesemi një, mbetemi një. Subhanallah. E për gjakën refuzuan të thonë ti nuk je joni, ai përsi thonë kaumi. I përshiu. Do të nuk u distancuan nga ata dhe nuk e konsideroi veten të huaj për tyne. Tha populli jam janë këta. Është vërtet që këta më kanë dëbuar ta mrahin, po këta janë të mit, edhe jemi tyre. Jemi bashkë jemi. Apo shikoj këtë komunikim të lartë me këtë gjendje të vështirë që po ballafaqet ky pejgamber. Andaj tha Allahumma ighfir li qaumi. O Zot falju, kërkoj falje për ta. Apo i arsyetoj. Dhe gjithashtu do të thotë nuk u distancuan nga ata, e konsideroi se janë pjesë e tij. Apo Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dhe gjithashtu nga ajo që këtu nxirret është se ky pejgamber e mbajti të hapur derën që përsëri të vazhdojmë me ta komunikimin. Nuk e mbylli këtë derë. Për të në rregull, falja o Zotit, po në shkojmë të ata. Jo, absolutisht. Përsëri të vazhdojmë me tutje. Andaj kjo është komunikimi që besimtari duhet ta kupton. Se ne komunikojmë me të tjerët në bazë të moralit ton, në bazë të kuptimit ton, jo në bazë të moralit të tjerëve.